Mirëmbrëma të gjithëve, rikthehemi përsëri në podcastin e Lëvizjes Bashk. Sot kam kënaqësinë dhe nderin të kemi ftuar të veçantë në këtë podcast deputetin e zgjedhur nga Lëvizja Bashk në Kuvendin e Shqipërisë, Redi Muçi. Mirë se erdhe Redi, është hera e dyta e tretë duket që e bëjmë bisedë ngjashme bashk. Po herë parë si deputet. Herë parë si deputet, kështu që merr tjetër status edhe cilësi biseda besesh këto kushte. Gjithsesi, sot diskutojmë për disa çështje, por kam merak që të nisim duke folur mbi një aktivitet që ti ke qenë i pranishëm, që ka të bëjë me zgjedhjet në Shqipëri, i organizuar nga një institut i shoqërisë civile në Shqipëri, Instituti për Studime Politike, mos gaboj, ku ishe i ftuar para disa ditësh, ti edhe përfaqësues të partive tjera politike, për të folur mbi problemet e zgjedhjeve në Shqipëri. Ne do të flasim, sidomos pjesën e parë të diskutimit ton, për zgjedhjet, të gjitha komponentët e saj. Mirpo, unë dua që ti tregosh publikut pak më shumë për qëndrimin ton mbi problemet që kanë zgjedhjet në përgjithësi në Shqipëri dhe në veçantë këto të fundit, të 2025-s. Atëre, ishte një event i organizuar, siç e the, nga Instituti për Studime Politike, ku merrin pjesë përfaqësues partive kryesore, përfaqësues partive treja. Ishte i pranishëm edhe kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zoti Celi Bashi, përfaqësues të shoqërisë civile. Dhe për hir të së vërtetës ishte pa praninë e mediave, sepse ideja ishte që të bëj një diskutim, si thua, me tone më të qeta dhe jo për hir të pranisë mediatike. Sigurisht ishte pranishëm edhe përfaqësues të ambasadës gjermane dhe ambasadës holandeze, të cilët në farë mënyrë edhe kishin mbështetur këtë si nisëm dhe e them një raport që kishte dalë duke evidentuar problematikat kryesore të zgjedhjeve që në bazë të këtij raporti në farë mënyrë shtroi dhe biseda. Tani unë për hir të faktit që ishtin, si më thënë, nuk ishin të pranishme mediat, nuk dua të komentoj pozicionin e përfaqësuesve të partive tjera, por që mund të them ka gjë që ishte përgjithsisht pozicionin tipik që ata shprehin lidhje me zgjedhjet edhe në media zakonisht, pra. Ndërkohë që pozicioni im dhe i Lëvizjes Bashk përpiqej që ta vendoste theksin te ajo që ne konsiderojmë problematika kryesore, që është mënyra se si financohen pra fushatat zgjedhore, sidomos të partive kryesore, por jo vetëm. Dhe unë mendoj që është një diskutim i vlefshëm për të bërë, sepse ne konsiderojmë pikërisht këtë pikë, pra mënyrën e financimit si problematika kryesore dhe jo për shembull, le të themi kodi ose sistemi zgjedhor, që do kemi mundësi ta analizojmë edhe më tej, sepse atëre, në qasjen tonë apo jo, mënyra e financimit të partive nuk është thjesht një moment, si thua, i zgjedhjeve ose i fushatës zgjedhore, është një hallkë e rëndësishme në zinxhirin e funksionimit të kësaj që ne e quajmë, si më thënë, ripërtëritja e pushtetit apo jo. Pra, fakti që burime të panjohura informale financiare janë ato që financojnë, le të themi, fushatën zgjedhore si të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, dhe më tej kur një nga këto dy parti vjen në pushtet, e shpërblen këtë mbështetje financiare, ose duke dhënë favore, le të themi, leje ndërtimi, ose duke privatizuar, le të themi, sektor të rëndësishëm të ekonomisë, ose thjesht duke bërë tendera publike apo jo. Kështu që është realisht një hallkë shumë e rëndësishme në ripërtëritjen e sistemit që ne e konsiderojmë pra si sistemi korruptuar apo jo. Dhe brenda këtij sistemi, pastaj është edhe pjesa mediatike, pra në një farë mënyrë, le të themi, ata që ne i quajmë oligark, që janë njerëzit më të pushtetshëm që kanë dorë, si thua, drejt për drejt ndonjëherë dhe në hartimin e ligjeve, janë po të njëjtët që zotrojnë dhe mediat dhe nëpërmjet mediave e mbështesin fushatën mediatike të partive. Dhe njëkohësisht, le të themi, janë ata që përfitojnë edhe nga pushteti që riciklohet apo jo. Kështu që në këtë aspekt, qasja jonë, por në fakt për hir të së vërtetës edhe vetë organizatorëve të eventit, pra mua më bëri përshtypje fakti që edhe në raportin që u prezantua aty, u përmend fakti që ndër problematika kryesore është pikërisht financimi, madje u mor rasti i dy shteteve që është Bullgaria dhe Greqia, të cilat gjykatat kushtetuese të cilave në vitin 2025 pra kanë hequr mandatin e 16 deputetëve në Bullgari dhe 3 deputetëve në Greqi. Ku përfshihet ndër të tjera edhe financimi, le të themi, i parregullt, si më thënë. Në Greqi ishte një çik më specifikisht kjo lidhja me
partinë naziste të agimitar, pra dhe ndikimin që ka lideri i saj që është në burg aktualisht në Greqi tek kjo partia e re që doli dhe hyri në parlament, por që gjithsesi është përshëndetur fakti pra që gjykatat kushtetuese të këtyre dy vendeve kishin ndërmarr hapa konkrete, duke hequr mandate, pra thash 16 dhe 3. Dhe theksoi rëndësia ose nevoja le të themi e hartimit të një ligji të mirëfillt, se ne s'kemi tamam diçka që ta sanksionoj qartazi ose se si financojmë real detyrimet që ka një parti për të deklaruar dhe se si financojnë fushatat zgjedhore dhe pastaj sanksionet që merren ndaj tyre. Dhe në fjalën time unë përmenda disa shifra zyrtare le të themi të një auditi financiar që është bërë në zgjedhjet e vitit 2021, pra para 4 vjetësh, ku përmendej fakti për shembull që të gjitha partitë të marra bashk vetëm për të financuar pjesën mediatike të fushatës së tyre zgjedhore kishin harxuar në total 6.5 milion euro. Që është një shifër e konsiderueshme, po ajo që të bie më tepër në sy është fakti që vetëm 10% ishin raportuar. Pra vetëm 650.000 euro ishin raportuar, ndërkohë që se tashmë është edhe kollaj për ta verifikuar, sidomos ato që shpenzohen për mediat apo jo. Që vetëm 10% e kësaj shumë online flasim. Për mediat online. Vetëm 10% e kësaj shume ishte raportuar dhe konkretisht Partia Socialiste kishte harxuar 2.4 milion euro dhe Partia Demokratike 1.9 milion euro dhe PS-ja ishte gjobitur me 55.000 euro, që i bie 2% e shumës totale. PD-ja ishte gjobitur me 7.000 euro, që i bie 0.4% e shumës totale. Që do thotë gjoba që marrin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është një gjobë që është totalisht le të themi qesharake dhe nuk është një pengesë konkrete për ta si thua kufizuar këtë le të themi këto shuma marramense dhe mos raportimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore. Dhe kjo është vetëm për pjesën mediatike. Imagjino pastaj se sa para harxohen, qoftë për të ngritur këto skema gjigante madhështore, qoftë pastaj edhe për të blerë votën, pra është. Shiko, çfarë më shkon në mendje. Në të drejtën penale, po edhe në filozofinë e së drejtës në përgjithësi, kur diskutohet për masën e ndëshkimit në raport me krimin, zakonisht përdoren këto kritere. E para, zhdëmtimi i dëmit që ke bërë, pra ai që bën një dëm, do duhet ta paguajë edhe dëm në masën që e ka shkaktuar dëmin, kujdo që e ka shkaktuar, dhe dyta, shkurajimi përmes dënimit për ta bërë herën tjetër. Në momenti që gjoba është në ato përqindje qesharake që the ti, as zhdëmtim nuk bëhet, sepse ata kanë shpenzuar shumë më tepër nga që kanë deklaruar, as nuk shkurajohen për ta përsëritur dhe përsëritur. Prandaj ne në programin ton kemi pasur kërkesën për hartimin e një ligji të posaçëm për financimin e partive politike, ku jo vetëm bëhet transparencë për çdo transakcion financiar ose natyrë, por nga ana tjetër deklarohet gjithçka që është shpenzuar. Sepse të shpenzosh para në mënyrë të paligjshme në një fushat, është një lloj si të kesh manipuluar zgjedhjet. Pra, midis atij që fut dorën, ke parasysh këto videot që kanë dalë, fut njëri dorën për të parë votën kuti, dhe atij që financon në mënyrë të paligjshme fushatën e vet, nuk ka një dallim cilësor. Dallimi është thjesht në mënyrë. Këto janë dy mënyra të manipulimit të votuesve, të krijimit të një avantazhi të pamerituar në raport me qytetarët. Prandaj këto duhen parë, jo vetëm si çështje teknike, por si krime të mirëfillta, pra ata që shpenzojnë në mënyrë të paligjshme, sidomos shuma jashtëzakonisht të mëdha, lekësh, pa i raportuar gjikundi, ose duke manipuluar dokumentacionin, këta duhet konsiderohen si njerëz me probleme të thella edhe në kuadrin e kodit penal. Nuk mund të ketë demokraci nëse një parti bën një fushat ndershme si Lëvizja Bashkë, me ato pak para që japin kontribustët e vet, edhe të gjithë partive tjera që një zot e di nxjerrin parat si magjistar nga xhepi, si ata që nxjerrin lepurin nga kapelja, magjistarët në cirk, këta nxjerrin parat. Dhe kur i pyesin pastaj, po si gjeni parat, ku e keni dokumentacionin, japin i përgjigje kështu sa për të largohen edhe shihemi mbas 4 vjetësh. Edhe KQZ-ja në rastin më të mirë i gjobit sa një pickim i vogël. Është problemi i madh apo? Janë megjithënë problemi i madh dhe e përmenda çik në fillim, pra është çështja që pikërisht në fushata zgjedhore, të paktën me ato që flitet, shpesh herë partia në pushtet shkon te të gjithë ta që ka, le të themi, oligarkët afër vetes dhe i thotë
më duhen kaq €1.000 nga ana jote, do të thonë kaq nga ty, kaq nga ty që të financojmë fushatën. E pastaj thash, u shpërblen me tendera, me koncesione kështu me radhë. Dua të kujtoj para disa vjetësh se si mashtruan një ndër oligarkët kryesor të rrugëve, pra Salillarin, thjesht duke i nisur një mesazh në celular dhe duke i thënë që shikoj jam Medi dhe më duhen mos gaboj €20.000 me fjalë. Dhe i dha këto euro dhe pastaj pas herës së tretë domethënë që prapë paguante para u kujtuat që tha mos më mashtrojnë. Po ky s'qen nga i edi që unë jap zakonisht lekët. Që ka një jetë tjetër. Ka diçka që s'shkon me fjalë. Dhe kjo është një praktikë siç përflitet gjithmonë, mjaft e përhapur në sidomos gjatë fushatave zgjedhore. Se ma kujtove mirë këtë. Tani ky Salillari bie që i ka dhënë një mashtruesi që hiqe si Edi Rama para. Tani që ky jep para një mashtruesi, i bie që më parë ja ka dhënë Edi të vërtetë ato para. Sa i nga hiqi nuk vjen, se s'ma mundja po t'i shkruaj uritin Salillarit, le që se bën kurr, vjen me legët. Po askush nuk e ka hetuar, askush nuk e ka thënë, "Ore zotri, hajde këtu ti dakord. Këtë që të mashtroj ty e futu në burg." Tani na tregojnë që këti si qëndron punë. Pse hëngre grepin ti atë karrevi? Pse shkove ti me këto? Të thot njëri çfarë dosh, kështu më jep lek, ti nuk shpejt të japësh. Por dhe kryeministri t'ia thot, pse e jep kryeministri, domethënë si ka mundësi që bashkëpunim krimi, bashkëpunim pra shkrim tentativ. Pa ti ke shkuar me mendjen që kryeministri po të kërkon para dhe ti je bashkëfajtor i korruptuari dhe korruptuesi, këtu nuk para çaj kokën njerëzit. Shiko, ajo që mua po më shkonte në mendje është që në fakt suksesi i një partie duhet matur nga numri i financuesve të saj dhe jo nga sasia e parave. Sasia e parave duhet të ishte në proporcion të drejtë me numrin e financuesve. Në fakt Shqipëria është e kundërta. Partia besoj me numrin më të lartë financuesve është Lëvizja Bashki, që thot sa njerëz, sa qytetar kanë shkuar një moment në bank edhe kanë dhënë 10, 20, 30 apo $100. Dakor? Ama Lëvizja Bashki ka qenë partia që ka mbledhur shumë më pak para dhe kanë shfrytzuar shumë më pak para se çdo parti tjetër. Të gjithë tjerët nuk kanë synuar mbështetjen e gjerë. Pra të gjithë kanë pak lek, më kujtohen fushatat dikur të Barack Obamas, pastaj të Bernie Sandersin në Amerikë, që e kishin këtë moto. Sa më shumë amerikan, nga sa më pak kontribute, prapë ato bëhet një shumë e mjaftueshme për të bërë fushat. Jo, në Shqipëri metoda që zgjedhin parti të vjetra apo të reja qoftë, përveç Lëvizjes Bashkë, është që të kërkojnë njerëz shumë të pasur, të pasuruar në mënyrë të ligjshme, të paligjshme, gjysmë të ligjshme, gjëra të tilla, për të marrë shumë të jashtëzakonshme, por në këmbim të çfarë gjëje? Se ky është problemi, në këmbim të çfarë gjëje? Pse një oligark ose një biznesmen i madh, dikush me qef, dikush pa qef, se kam përshtypjen ca japin para dhe pa qef ose vjen ai të thotë që ti të vazhdosh punën në këtë sektor, duhet të kontribosh për mua në fushat. Pse këta zgjedhin ta bëjnë këtë punë? Një nga gjërat me cilat krenohet Edi Rama për paturpsinë e vet, kur ka qenë kryetar bashkie, ka qenë ai thotë u kërkova ndërtuesve të pastronin rrënojat e kioskave të prishura te Lana, te Lumi Lana. Edhe ata thotë e bën. Po pse e bën ata? Për detyrë patriotike, për detyrë qytetare? Jo, sepse ja kërkoi kryetari i bashkisë. Po pse këta shpenzuan paratë e tyre për pastruar Lanën me kërkesë të kryetarit të bashkisë? Sepse kryetari i bashkisë u premton nga paratë tona, nga hapësira jonë publike, u premton një kundërvlefë që është shumë herë më e madhe. Pra, pse oligarkët ose njerëzit që kanë shumë para financojnë parti politike, financojnë PS-n, financojnë PD-n, po nga njëherë më duket se financojnë edhe parti më të vogla, shumë më të vogla se këto. Dhe kjo është pyetja që duhet shtrohet. Dhe në varësi të përgjigjes që japin kësaj pyetje, dalin përfundimin nëse në Shqipëri ka demokraci apo ka një lloj plutokracie. Pra një pushtet njerëzve të pasur e të korruptuar, cilët riprodhojnë veten në pushtetin ekonomik dhe çojnë përpara interesat e tyre që jo detyrimisht janë përputhje me interesat shoqërore. Se më kujtove në çik duke përmendur rastin në Amerikë që ç'a ndodh në Amerikë është ligji i qartë për financimin e partive dhe edhe aty ka një debat shumë të madh domethënë, sepse është ky modeli i Bernie Sandersit që përmend ti domethënë që sa më shumë qytetarë që kontribojnë në shuma, le themi, relativisht të vogla, por numri i madh në një farë mënyrë i përfshin ata edhe më tepër në procesin e demokracisë. Ama është dhe modeli tjetër apo i gjithë këtyre fondacioneve të mëdha për shembull që organizojnë kështu darka gala që quhen kush një pjatë kushton $500 për shembull dhe mbledhin shumë më tepër para, po sigurisht nga donator të pasur. Dhe edhe aty ekziston një debat i madh sa i përket domethënë ndikimit që kanë demokraci
fakti që dikush mund të kontribuojë shumë kaq të mëdha në një fushat elektorale. Megjithatë, problemi që kemi në Shqipëri është që duke mos qenë si thua transparente kjo mënyra e financimit bën që jo vetëm le themi pjesa e biznesmenëve, oligarkistë të kontribuojë, po edhe e krimit organizuar, për shembull edhe në këtë fushat ku morën pjesë dhe ne domethënë u përfolën disa prej kandidatëve të cilët kishin marrë një numër kështu të papritur votash, të dal nga hiçi praktikisht, pra dhe kishin marrë, po themi ajo në Elbasan mos gaboj kish marrë afërsisht 20.000 vota, si thua, një person me një profil zero publik dhe që përflitet që mund të ketë lidhje me krimin organizuar. Dallimi midis SHBA-s dhe Shqipërisë është që në SHBA ka një ligj që është i keq, sepse ka pas para disa vitesh një vendim gjykatës kushtetuese që i ka konsideruar korporatat njerëz, persona. Dhe korporatat një lloj si personat mundet të kontribuojnë çfarëdo lloj shume për pa pas tavan për partitë politike. Vetëm gjë që ndalohet është që nuk mund ta japin kontributin direkt, pra nuk mund që korporatat të financojnë drejt për drejt fushatën e një kandidati, po krijohet një strukturë ndërmjetme që quhen këta super PACs, domethënë Political Action Committee, më duket, të cilët thonë teorikisht ne jemi të pavarur dhe këta marrin paratë e njerëzve shumë të pasur dhe në parim ky deputeti s'di gjë dhe i kanalizojnë në fushatën e deputetit. Mirë po, në SHBA ka një ligj të keq dhe ka institucione që po e shkelin këtë ligjin e keq të vinë nga mbrapa. Në Shqipëri nuk ka një ligj tamam për financimin e partive dhe mbi të gjitha, edhe ato norma që ekzistojnë janë lehtësisht të shkelshme, se ti e the, ti mundet të bësh namin, të deklarosh 1/10 e financimeve dhe të gjobitesh 3%, 2%, 3%, qesharake. Dhe të rroft ligji. Dhe këtu problemi është i financimeve nën vëzhgimin e institucioneve. Ti shikon se sa para shpenzojnë fushat. Dhe unë shpesh herë kam pyetur, edhe para zgjedhjeve dhe tani mbas zgjedhjeve kam pyetur, si gjejnë këto para? Se ne bëjmë fushat dhe ne shohim sa vështirë është bërja e fushatës. Se sa shumë duhet kursejmë për një minimum organizimi. Se sa lekë kushtojnë, ku diun, 100 karrige për të bërë një takim në një lagje. Të tjerat vazhdojnë pafundësisht para. Fakti është që kjo nuk është gjëja normale, pra. Ne nuk është çështja se më thon po ankohemi se zgjejmë dot para. Çështja është që mënyra e të bërit fushatës në këtë formë, pra, është e parregullt, është imorale në një farë mënyrë, pra kjo ndërhyrja e parasë së madhe, sidomos në rastin e Shqipërisë. Nuk e di, a ja vlen të analizojmë çik tani një ndër pikat kryesore që janë sistemi zgjedhor, sepse unë e shoh të rëndësishme nga fakti që më bie shpesh rasti për shembull që njerëz të ndryshëm e ngrenë si problematikë, edhe njerëz popull i thjeshtë, me një fjalë, sepse është krijuar kjo ide apo jo në mendjen e shqiptarëve që nga pakti i 2008-s me Sali Berishës dhe Edi Ramës, pra për ta ndryshuar sistemin zgjedhor dhe reagimi i këtyre partive të vogla të asaj kohe, pra mban mend atë grevën në parlament të Ilir Metës me të tjerë. Është krijuar kjo përshtypje sikur këta të dy tani e kanë pushtuar totalisht fushën dhe vetë fakti që janë po të njëjtë aktorë që janë rikthyer në skenë lehtë, tani që Edi Rama mori mandatin e 4, është i gjithi faji i sistemit zgjedhor. Kështu që nëse ti je një fçik më mirë me fjalë llojet e ndryshme të sistemit zgjedhor me fjalë të thjeshta, do ta them. Po para se të them këtë, dua vetëm diçka të fundit për financimin e partive. Në demokracitë e korruptuara ka një raport shumë interesant midis parave të shpenzuara në fushat dhe rezultatit zgjedhjeve. Sa më shumë para të shpenzosh në një fushat, aq më i lartë është numri i votave që ti merr. Kudo ku ndodh kjo, demokracitë konsiderohen si thellësisht problematike. Pra, nëse partia që merr më shumë deputet është ajo parti që ka shpenzuar më shumë para, do të thotë që kjo nuk është tamam demokraci. Dhe në Shqipëri rezultati i zgjedhjeve reflekton pothuajse tamam nivelin e shpenzimeve të dukshme, nuk e di çfarë do raportojnë KQZ. Pra PS-ja, PD-ja, partia e Agroshejait, koalicioni i Adriatik Lapaj, e vetmi anomali është Lëvizja Bashkë. E vetmi anomali në këtë sistem është Lëvizja Bashkë, sepse vetëm rezultati i Lëvizjes Bashkë nuk lidhet me parat e shpenzuara në fushat. Tani, për të ardhmen, dhe ky është një problem që shkon për te Lëvizjes Bashkë. Për të ardhmen do detyrohen partitë e tjera të bëhen nga një çik si ne, pra do përmirësohet sistemi, apo ne, sigurisht që nuk do bëhemi si ata, por ky sistem do na përjashtoj komplet në zgjedhjarë, apo do na penalizoj më tepër se na ka penalizuar son. Prandaj ky diskutim mbi financimin e partive nuk është thjesht për ne. Ne duam të konkurrojmë në kushte të barabarta
me të gjithë. Është si ai që hap një tezg për bri një tjetri që shet po të njëjtat gjëra në të njëjtën tezg. Në qoftë se këta janë në kushte të barabarta, konkurenca është e shëndetshme dhe rrit edhe cilësinë e shërbimit. Në qoftë se ai që shet për bri teje i ka të gjitha shtetin me vete, policin me vete, ku diun, një burim kriminal që e financon, një, ku diun, bank që i jep kredi pa interes, ndërkohë duhet ta marrësh me interes të lartë, këtu nuk ka konkurrencë të shëndetshme. Dhe mua si thua, është ironi e fatit që ne që jemi të majt, flasim në emër të konkurrencës politike, konkurrencës drejt barabartë ndershme politike, e të gjithë ata që janë krahun tjetër ideologjik, kur vjen puna dhe politika, thonë ju nuk ka nevojë për konkurrencë. Kush mbledh shumë lek? Po edhe kjo logjika për shembull që shiko, për aq kohë sa aparat janë të mia dhe unë bëj me ato i shpenzoj për fushatën si të më doj qefi, domethënë është një logjik perverse kur vjen puna tek sistemi demokratik i zgjedhjes, sepse nëse le të themi edhe mesazhi politik, po edhe le të themi luksi i fushatës zgjedhore që bën një subjekt politik varet nga sasia e paras që ka, që do thotë që edhe influenca që shkakton tek elektorati varet nga parat që ka, atëherë çfarë sistemi demokratik është ky? Nëse përcaktohet zgjedhja jo nga mesazhi politik, jo nga programi politik, jo nga qasja që ka për problematika konkrete të shoqërisë, por nga aftësia për të shpenzuar para dhe për ta përcjellë këtë lajmin dhe këtë ekstravagancën tek elektorati, atëherë do thotë që demokracia de facto është influencuar nga paraja. Si mund të jetë kjo një gjë e pranueshme me një fjalë? Kjo nuk është demokraci. Ky është një version i pervertuar i asaj që ka pasndodhur gjithmonë historikisht, sidomos në ato që quhen republika oligarkike ose aristokratike, si puna e Romës në antikitet. Aty në parim populli mblidhej një mësakor ato që quhej forum, për bërë zgjedhjet e funksionarëve kryesor shtetit. Më praktikisht njerëzit më të pasur gjithmonë zgjidheshin. Sepse manipulonin sistemin, hidhin para, blinin njerëz që të bërtisnin aty në turm, të krijonin një lloj atmosferash. Pra, këta fitonin gjithmonë. Dhe i vetmi dallim që kishte në elitën politike romake është që ishin nganjëherë këta aristokratë kur ziheshin me njëri tjetrin, pra gjithë njerëz shumë të pasur, ndonjë prej tyre përpiqej të bëjë tribuni popullit, pra përpiqej të kërkonte mbështetje te populli, siç ka qenë këta vëllezër grak në Romën antike, pra duke qenë aristokrat, por duke qenë të hidhruar, po themi, me sërën e tyre, përpiqen të gjenin një farë mbështetje te populli dhe kur e bënin këtë gjë, pastaj sigurisht aristokracia romake i vrau, siç vrau grakët. Pra mbetemi përsëri brenda rradhëve të oligarkisë, pra të një pakice ekstremisht pasur që ka pushtetin politik. Ne duam sigurisht demokraci. Ne duam të garojmë politikisht në kushte të barabarta. Është si puna e debateve të kandidatëve në përfushata në vendet e përparuara demokratike, blidhen 5-6 veta aty, u jepet kohë e barabartë dhe fitoft më i miri. Ky duhet jetë modeli i demokracisë. Ndërkohë që këtu në vend merremi me këtë, shumë kush nga ata që flet politikisht thot kodi zgjedhor, dalin te kodi zgjedhor. Okay. Tani, kodi zgjedhor ka një problem në Shqipëri, që ka pothuajse çdo kod, nuk ka një përputhje të saktë midis përqindjes së votave dhe përqindjes së përfaqësimit. Bie fjala. Partia Socialiste ka 53% të votave në popull dhe ka 59% të deputetëve në parlament. 83, domethënë 83, me 140 del 59. Pra ka një distancë prej 6% në përfaqësueshmëri, që sigurisht është problem. Pra një sistem të kulluar proporcional kombëtar, po thoya do kishte ndoshta 74 deputet. Pra aq sa i korrespondon numri i votave që ka marrë. Mirë, problemi është që ky sistemi i përsosur parlamentar nuk ekziston pothuajse askund. Ndoshta përveç vendeve si më duket Hollanda, ndoshta Zelanda e Re, këto vende që mund të kenë sisteme proporcionale kombëtare me prag shumë të urtë ose pa prag fare, ky sistemi i përsosur nuk ekziston pothuajse askund. Dhe çështja është, tani do i harxojmë gjithë energjitë për të ndryshuar kodin zgjedhor, për ta bërë mbi fjala proporcional kombëtar pa prag, ose me prag 1%, që do ishte mirëfilli demokratik. Por edhe qofse e bëjmë këtë gjë, Çelsat i ka Edi Rama, se ka 83 deputet, dhe ai e ka në dorë, ndryshon apo s'ndryshon kodi, dhe nuk besoj që do ketë një revolucion popullor për ndryshimin e kodit zgjedhor në Shqipëri. Nuk para ndodhin këto kryengritje të mëdha në emër të kodit zgjedhor, apo do merrem me çështje tjera. Se dhe kur vjen puna tek fuqia politike e PS-s, prapë shtrohet pyetja. Avantazhi që atyre u jep pushteti politik dhe oligarkia ekonomike, si është krahasuar me avantazhin që jep kodi zgjedhor? Pra qofse avantazhi që ata marrin nga oligark, nga financimet e paligjshme, nga kontrolli i administratës, nga
po themi këto marrëveshjet me krimin e organizuar. Qofse ky avantazh është shumë herë më i madh se avantazhi i kodit zgjedhor. Pra si marrim 53% votave një herë? Pastaj pse shkojmë te 59? 59. PD-ja ka marrë, më kujto Kristian, 32 më duket %, 32-33% votave në rang kombëtar. PD-ja si koalicion, ëh, kështu që po ta marrësh PD-n pa ato bishtat e veta, llogaritet 30%. Dhe unë mendoj që pesha reale e PS-s në shoqërinë shqiptare është 30%. Me rastin më të mirë. Dhe po janë bujar këtu, se mund të jetë më keq. Po le ta marrim. Që sikur bëhesh një zgjedhje relativisht të lira dhe të ndershme, relativisht të barabarta, një parti si PS-ja sot do kishte një rezultat rreth e rrotull 30%. Çështja pse shkon 53? Ku i gjen 23 tjerat si vota dhe pastaj ku i gjen edhe i 6% shtesë që ja jep kodi zgjedhor. Ne duhet merrem me 23% votave që PS-ja i merr në mënyrë inorganike. Dhe këtu duhet diskutojmë cilat janë ato avantazhe që sistemi ekonomik dhe struktura në përgjithësi sociale japin një partie si PS-ja ose çdo partie në pushtet. Dhe këto duhet luftojmë. Pastaj ne mund të merrem në të bëjmë forume, diskutime, të flasim teori cili do ishte kodi më i mirë zgjedhor. Pa ty ka, siç ka kode më të mira, ka dhe kode më të këqija. Po se tani që më kujtove që përmende Holandën, domethënë si ndoshta modeli i këtij kodit zgjedhor që është proporcional kombëtar me prag shumë të ulët, kur takova pikërisht te ky takimi që ishte, takova ambasadorin holandez në Shqipëri, me shaka më tha, shiko, tha se unë jam përfaqësuesi i Holandës, tha, i këtij shteti, tha që ka problemin, tha që ka shumë parti të përfaqësuara në parlament, sepse një ndër problematikat me këtë si sistem zgjedhor, si më thënë, është fakti që hyn përfaqësohen në parlament shumë parti dhe pastaj kjo krijon një farë destabiliteti bëhet sot shumica qeverisë. Për të bërë shumicën qeverisë. Çdo sistem ka probleme pra. Pra në njërin anë është përfaqësimi, raporti përqindje votash përqindje deputetësh, në anën tjetër është qeverishmëria. Se edhe një parlament që ka 20 parti, ku secila ka nga 3, 4, 5, 7%. Është thuaj se pamundur për të bërë një koalicione shumë të brishta, edhe po ja shiko për shembull thekson se sa muaj u bën që në Kosovë nuk po krijohet një qeveri dhe që ka një sistem proporcional kombëtar me prag 5%. 5% e ka. Imagjino, pra me është i lartë. 5% që është prag i lartë. Po të aplikojnë në Shqipëri, asnjë nga partitë e reja do hyjnë në parlament. Dhe prapë kanë kaq të vështirë për muaj të tërë për të formuar qeveri. Kush thot marri modelin e Kosovës, është duke thënë na duhet një parlament PS-PD. Kështu siç jemi, se mund të aspiroj secili nga ne që mbar mbështetjen e 10 apo 15% qytetarëve. Jo, sot që jemi këtu, po të ishin bërë këto zgjedhje me sistemin parlamentar të Kosovës, do kishte vetëm 2 parti në parlament, PS dhe PD. Po në Greqi mos gaboj është 3%, në Bullgari është 4%, kështu që në Turqi është 10%, Turqi është 10% sepse e bëjnë që të mos futen kurdët në parlament. Pra minoranca kurdet mos ketë mjaftueshëm vota, po ata kurde kanë gjetur, pastaj kanë formuar parti që nuk janë tamam kurde, janë progresiste, futën edhe ca turqë aty brenda dhe ja kanë dalë duke zgjedhë fundit që të përfaqësohen në parlament. Ama çdo sistem ka problemet e veta. Po të shkojnë te majoritari, për shembull ka njerëz që thonë majoritar. Me majoritar do të thotë Shqipëria ndahet në 140 zona të vogla zgjedhore dhe në çdo zonë zgjedhore fiton kandidati që ka marrë më shumë vota. Që ja pak a shumë si zgjedhjet për kryetar bashkie. Vetëm shumëzuara me 2 pikëcasi, numër njësish. Dhe këtu, qofse bëhet sistem majoritar, këtu përsëri përfaqësimi del 2 partijak. Del PS-ja me 110 deputet mendoj unë. Qofse do bëhet sistem majoritar me votat që janë sot gjithmonë. Pra nuk është se ka zgjidhje të mrekullueshme. Problemi i sistemit zgjedhor. Frika ime është që duke ngulmuar te sistemi elektoral, do jepet avantazhi Ramës për ta ribër sipas interesit vet. Se këta mendojnë që me duart e Ramës do bëjnë një kod që Rama do vras vete. Po kjo është çështja pra, që si më thën për vite të tëra është sofistikuar, le të themi, sistemi zgjedhor në favor gjithmonë të Ramës, pra që me reformën territoriale, edhe gjitha këto tentativat që janë bërë her pas here për ta ndryshuar sistemin zgjedhor. Dhe çështja është që të flasësh në këtë moment për ndryshimin përsëri të sistemit zgjedhor, ku Rama ka 83 mandate dhe i duan edhe le themi ato të treja të Tom Doshit për ta bërë sipas qefit vetë, siç si do i qefi PS-s. Sistemi zgjedhor është tamam vetvrasje, se ti kërkosh Ramës që duam këtë sistem që na favorizon ne, partive më të vogla është e pamundur. Kthehemi tani te tema jone e preferuar, mediat, raporti midis mediave, partive politike, qytetarëve, sa informojnë qytetarët,
sa kohë jepet partive politike, a është koha televizive ndarë në mënyrë të barabartë, në mënyrë përpjesëtimore. Në analizat që kemi bërë ne, të bazuar mbi të dhënat që ka dalë prej autoritetit mediave audiovizive, del që Lëvizja Bashkë ka qenë një parti thellësisht e diskriminuar në raportimin e fushatës tonë në media. Gjatë 3 ditëve të fushatës ka pasur 0 minuta transmetime live për Lëvizjen Bashkë, pra ne kemi bërë takimet mëdha publike, kemi ftuar gjitha televizionet, s'ka ardhur asnjëri, dhe s'ka dhënë sigurisht live asnjë takim, ndryshe nga partitë e tjera, aktivitetet e cilave kanë qenë rëndom të publikuara edhe live nëpër media, kanë qenë emisionet e lajmeve, edhe aty nga të fundit, sigurisht të fundit në raport me të gjitha partitë parlamentare, që janë zgjedhur, edhe treta emisionet e darkës, diskutimet, edhe aty përsëri ne mbrapa të gjithë të tjerëve. Si e ke parë ti këtë? Shiko, tani, sepse duket ndonjëherë ose interpretohet kjo çështje që ne ngrem her pas here, pra fakti që jemi mjaft kufizuar në darje mediatike si themon si një ankesë nga ana jon e pa drejt apo jo, aq më tepër ndaj televizioneve private. Dhe shpesh herë edhe me ty në studio kam vënë re domethënë që thonë që po ju duhet bëni diçka, pra duhet ta justifikoni ju pse ju thërrazin tjerët në daljet mediatike. Dhe ajo që duhet të sqarojmë, ndoshta gjë e parë duhet të sqarojmë, është kjo e jona është një qasje, le të themi, parimisht se si do duhet funksiononte media, sepse për shembull, që nga e lidhur çik dhe me atë që tham pak më parë, pra me mënyrën e financimit të fushatave zgjedhore, pra, që nga momenti kur le të themi koha televizive blihet, sidomos tek mediat private, atëherë çështja është jo vetëm mundësia që kanë partitë e ndryshme politike për të ekspozuar gjatë fushatës nëpër televizionet private, por është edhe çështja se këtë mediatizim, pra këtë shfaqje si e përdorin, pra me pak fjalë çfarë thon kur dalin në media. Sepse që nga momenti kur Lëvizja Bashkë censurohet, jo për shkak se ne jemi mjaftueshëm interesant krahasimisht me kandidatët e Tom Doshit, por për atë që ne themi kur dalim në këto media, pra kur denoncojmë gjitha aferat korruptive, denoncojmë, le themi, lidhjen e, që përmendëm pak më parë, të oligarkisë me mediat dhe me pushtetin, atëherë detyrimisht që censurohemi dhe bën që mesazhi politik që i shkon njerëzve, jo vetëm gjatë fushatës, por edhe në përgjithësi, të jetë një mesazh që ka kaluar të gjitha filtrat e interesave të pronarëve të mediave. Dhe ky është një problem që ka të bëjë me demokracinë në Shqipëri apo jo. Kështu që në thelb duhet evidentuar ky si fakt, pra që fakti që ne censurohemi për ato që themi është problem për demokracinë në Shqipëri në përgjithësi dhe jo thjesht për le themi barrën që duhet mbajë Lëvizja Bashkë dhe që detyrohemi që ta kompensojmë nëpërmjet mediave sociale. Një komponent e demokracisë antike ka qenë ajo që quhej izogoria, që nuk ka qenë thjesht liria e fjalës, po edhe baraspesha e fjalës. Pra në demokracitë e vjetra, sistemi kishte kuptim sa kohë çdo qytetar jo vetëm kishte mundësinë të fliste, pra pa u vrarë, pa u persekutuar, pa u shpronsuar, po ishte edhe në kushte të barabarta me të tjerët për të folur. Pra nuk ka demokraci pa kushte të barabarta të fjalës. Dhe një lloj si tek rasti financime politike, kjo nuk është ankesë e Lëvizjes Bashkë. Ky është shqetësim për modelin e sistemit politiko mediatik që është ngritur në Shqipëri. Pra qofse një parti që ja doli të bëhet parti parlamentare, pa pasur as minimumin e pranueshëm të pasqyrimit të aktivitetit të saj në media, ky është një problem shumë i rëndë për Shqipërinë. Unë tani do të përmend ty disa televizione që ne gjatë fushatës 3 dhjetor, 11 prill, 9 maj, se data 10 maj ishte heshtje zgjedhore, 11 maj shkohet e votohet. Pra disa televizione që gjatë fushatës zgjedhore nuk na kanë kushtuar as 1 minutë. Dhe po i nis. Vision Plus. Tani ata gojndyrët e gënjeshtarët nxorrin që ytat pas këshillën edhe bash pronar. Ne Vision Plusit kanë bler mandatin e deputetit, kupton. Thot ti pas ke qenë njeriu i Vision Plusit. Pra Vision Plus 0 sekonda. 0 sekonda. TV Klan 0 sekonda për Lëvizjen Bashkë. News 24 0 sekonda gjatë fushatës elektorale për Lëvizjen Bashkë. Syri TV, opozita e famshme 0 sekonda për Lëvizjen Bashkë. Po unë duhet të përmend edhe një televizion tjetër që na ka kushtuar pak minuta, Kristian, në një intervistë, A2 CNN, pak minuta në një emision tip podcasti që ka qenë ftuar Bora Mema, aktivistja, dhe
kandidate për deputete e lëvizjes bashk. Madje, edhe kur është folur për lëvizjen bashk, është folur në mënyra që nuk kanë të bëjnë fare as me etikën, as me një minimum dignitetin komunikim. Më mbahet mend emisionet tek Adyshi i oligarkut Bashkim Ulaj. Ne kemi bërë disa postime kritike në fakt ndaj Bashkim Ulajt sidomos për rrugën Thuman Kashar, që është nga rrugët më të shtrenjta të ndërtuara në Evropë. Dhe i kemi mbajtur ato qëndrime për shkak se ne kemi një raport komplet intim me të vërtetën. Duam të themi të vërtetën politikë dhe duam të vendosim gishtin e kritikës dhe shqetësimit qytetar për çdo që cënon interesin publik. Dhe jo vetëm që aty CNN nuk na ka përmendur pothuajse fare, nuk ka raportuar pothuajse fare aktivitetet e lëvizjes bashk, por në emisionet e veta ka pas ftuar biçim analistësh që kanë përdorur një gjuhë denigruese, madje dehumanizuese për lëvizjen bashk. Është njëri që ja kam harruar emrin se ja mbaj më të mirë, njëri që merre me zërin tim. Pra dilte në emision burri botës, dilte në emision dhe thoshte për mua, thoshte Arlind Qori, thoshte ka zërin si sorr. Tani, okay, është mendimi vet mbase. Kush e di, mbase edhe kam dhe vërtet ashtu zërin. Po si mundet një njeri në një televizion që merr një licencë publike për transmetuar të shprehet në tillë mënyrë, në mënyrë ku diun komplet rrugaqërore, dhe pa i hyrë gjem në këmbë, pa u indinjuar njëri, pa i thënë drejtuesi apo drejtuesa e emisionit, o zotri tani dil jashtë se ke shkelur etikën e komunikimit publik. Si mund bjerë komunikimi publik në këto nivele, dhe kjo është hakmarrje e drejt për drejt për qëndrimet parimore që kanë mbajtur lëvizja bashk. Për TV Klani pastaj është i kuptueshëm arsyeja. Vum gishtin në plak kur isha i ftuar tek emisioni Fevziut në janara shkurta, nuk e mbaj mend, që i thash të vërtetën në sy. Dhe menjëherë të gjitha televizionet që lidhen me Klan, edhe Klan Plusi, e gjitha këto tjerat, 0 sekonda transmetim, 0 sekonda diskutim për lëvizjen bashkë, madje edhe kur dilje emri im apo i lëvizjes bashkë tek emisioni Fevziut, kujtohet Fevziu që thjeshtë në Romuz, edhe të shkonte menjëherë në temën tjetër. Dhe ky është një problem serioz. Jo, është interesant edhe qëndrimi që mbajtën panelistët e tjerë tek emisioni Fevziut ka shi problematikës që ti ngrije. Se nuk është çështja që pse s'më ke ftuar mua, por është gjithë argumenti që ne kemi sa i përket lidhjes pikërisht oligarkisë me median dhe me censurën, pra. Po pavarësisht rastit të Fevziut, mua duket e arsyeshme dhe e rëndësishme në një farë mënyrë të nënvizoj faktin që në fakt për hir të së vërtetës ne problemin nuk e kemi kur me gazetarët që punojnë në për televizione të ndryshme me pronar, le themi, oligarkët, sepse edhe mua dhe ty na ka qelluar shpesh, besoj që mbrapa kuinte, mbrapa kamerave, kur flasim me gazetarët, pikërisht të shprehin këtë qasjen e edhe të dashamirësisë karshinesh, por edhe një farë kështu shfaqësimi për faktin që jemi censuruar nga mediat e tyre me urdhër të pronarit medias, pra. Kështu që është për tu nënvizuar ky fakt, pra, që nuk kemi asnjë problem me gazetar në përgjithësi me një fjalë, por është thjesht çështja e atij që është pronar i medias, është pronar privat, le themi, dhe bën si do qefi dhe në një farë mënyrë sankcionon dhe kushtozon edhe gazetarin. Dhe mbi të gjitha, median nuk e ka biznes mirëfill privat, fitimprurës. Po. Që të kërkoj të rrisë audiencën përmes produkteve të mira televizive, përmes të vërtetës që transmetohet emisionet politike, sepse kësaj do ketë dhe më shumë reklama dhe do fitoj para. Jo, pronarët e media me Shqipëri janë të gjithë ndërtues. Të gjithë. Pothuajse të gjithë janë ndërtues. Ço thotë, televizioni nuk është biznes, është një strukturë në mbështetje të biznesit që merr fonde nga qeveria, që merr titullin e investitorit strategjik nga qeveria, që merr koncesione nga qeveria. Pra është një mjet për të influencuar opinionin publik, vetëm kaq. Pra nuk është as biznes, edhe media biznes ka kritika të forta. Si mund të kishte kritika për shembull televizionet e Berlusconit përpara se të bëjë kryeminist. Me këtë spektakolarizimin e jetës. Ka njerëz që kanë shkruar libra kundër atij lloji televizioni. E ai lloj televizioni është prap më i mirë se ky format gjysmë feudal që kemi ne, ku pronari i televizionit, oligarku, nuk ka fare interes
ekonomik të televizioni drejt për drejt, po e shet televizioni si instrument për ushtrimin e ndikimit mbi institucionet publike dhe mbi qytetarët për të marrë privilegj që nuk i takojnë, për të marrë paratë tona praktikisht. Pronarët e televizionit nda marrin paratë tona, marrin para që nuk u takojnë, prandaj televizionet e tyre gënjejnë qytetarët, censurojnë forca politike si Lëvizja Bashkë. Kaq e thjeshtë është. Mua gjatë fushatës në fakt shpesh herë kur kam qenë i ftuar në ato debate që isha i ftuar, e kam përmendur këtë modelin që përmendet ti pak më parë, pra modelin e vendeve të ndryshme ku kandidatët vendosen gjithë pra në një rresht dhe secili le të themi shpjegon platformën e vet, programin e vet politik dhe jepet gjithë secilit një kohë e barabartë le të themi minutazhi për ta shpalosur këtë gjë dhe në fund ditës është publiku ai i cili gjykon mbi programin më të saktë le të themi dhe e kam le të themi propozuar si model shpesh në studio televizive dhe ajo që më thon gazetarët është që po nuk na vijnë politikanët. Dhe është interesante kjo si qase, pra që politikanët, sidomos këta të partive kryesore, zgjedhin të mos përballen në mënyrë barazimtare, le të themi, përballë publikut, ama zgjedhin që duke e bler kohën televizive nëpërmjet këtij mekanizmi që përmendëm, pra të fitojnë kohë, duke qenë si thua të vetëm ose ball për ball me gazetarin, ku mund ta shtrojnë debatin pastaj sipas shefit të tyre, por jo në një përballje barazimtare me kandidatë. Të marr një shembull, sigurisht Edi Rama nuk shkon debate televizive. As bëj zgjedh gazetarët që do jap intervistë. Po ashtu Sali Berisha nuk shkon debate televizive, por nuk ishte Edi Rama për ballti. Kjo është keq, gjithsesi jemi mësuar me këtë gjë. E keqja me cilën ne nuk ishim mësuar, po që u detyruam mësueshim gjatë fushatës elektorale, që kryetarët e partive tjera të vogla nuk pranonin të vinin debat me përfaqësues të Lëvizjes Bashkë me mua. Mua ka ndodhur disa herë. Më kanë thënë gjatë javëve të fundit fushatës, më kanë ftuar në disa televizione, duan të bëjmë një përballje argumentash dhe programesh midis partive të reja. Jeti gati? Jam. Mbas disa orësh më vjen keq, nuk bëhet, as agronsheje, as drejti klapaj. Ka ndodhur në disa emisione televizive rresht. Kanë refuzuar debatin me mua, begjas kanë refuzuar dhe debatin me njëri tjetër. Shtrohet pyetja pse? Pse kanë frikë nga debati? Pse kanë frikë përballja e argumentave? Pse në vend kësaj bëjnë edhe të tjetrën? Siç e kemi parë për shembull tek agronsheja që ka qenë haptazi. Ka qenë një hapësirë dedikuar tek emisioni Opinioni Blendi Fevziut. Zakonisht pjesa e tretë e emisionit ku Blendi Fevziu haptazi bën reklam. Siç ka pas bërë atë reportazhin famkeq për minierën e Bulqizës që ka paguar Samir Mania. Dhe këtu agronsheja ka vajtur dhe ka besa duhet ka bler kohën televizive. Sepse ka ndjekur kamera e klanit, ka mbështypën në Itali apo Kristian. E çonte deri në Firenze, pra ka kosto për televizionin. Maksimumi televizioni thotë ato vish në studioja ime me makinën tënde, edhe të bëjmë një debat. Që ti ketë shkuar televizioni deri në Firenze, do thotë ai ka paguar. Dhe shumë interesante të dim, a do raportohen këto shpenzime dhe e dyta sa janë këto shpenzime. Pra sa paguen emisione se emisioni Blendi Fevziut, emisionet e gazetarëve tjerë. Qytetarët orë ta dinë. E para një institucionet ligjzbatuse të kuptojnë nëse kjo është e ligjshme apo jo. E dyta, qytetarët ta dinë çfarë po ndodh, si merret koha televizive, si ka mundësi që ty edhe kur hap, jo vetëm televizor, por kur hap lavatriçen, frigoriferin, dollapin të dalin të njëjtat fytyra aty. Dhe kur vjen puna pastaj tek gazetarët, unë jam dakord me ty që gazetarët janë njerëz cilët janë në presion e pronarëve. Aq sa mua më ka ndodhur në një debat që pata mbas zgjedhjeve, patë më përplasjeve drejtuese e emisionit, i cili ma pranoi haptas, më tha që s'ka dash pronari që ti jesh i ftuar në emisionin tim. Edhe për këtë emision e pyeta një pronar, i tha s'ka problem. I thash, ky është problemi. Ky është problemi, që ti je detyruar të pyetësh pronarin. Që pronari ka fuqinë të thotë jo, këtë nuk e ftojmë për kaq kohë, pa pas asnjë argument redaksional, këtë do të them. Pra ti mund thuash nuk e ftojmë dikë se është i çmendur. Mund thuash nuk e ftojmë dikë sepse s'ka pikën e interesit opinioni publik. Po ky është një vendim redaksional që merr redaksia. Nuk e merr pronarin varësi të interesave të veta financiare dhe nuk e merr në mënyrë kaq harbute, siç ndodh në Shqipëri. Pra, je ose nuk je. Pra edhe në vende të tjera mund të kenë ndikim pronarët, por ama ndikimi është thua mjaft më, si thua, i ndërmjetësuar. Ktu është brutale fare. Të mbyll ekranin, të hap ekranin, fol mirë për mua, të hap ekranin. Pra praktikisht gënje për interesat e mia, mënyrë që të kesh ekranin hapur. Jo, doja të kthehesha në çik te ajo që the sa i përket përballjes në debat me partitë e reja apo jo, dhe qartazi ky modeli i debatit publik
do duhet të ishte pikërisht ajo çka modeli i ri që përfaqësojnë partitë e reja, domethënë, sepse një ndër argumentet që është përdorur gjatë fushatës, sidomos nga koalicioni Lapa i Shabani, ka qenë që unë luftën nuk e kam me këta, nuk e kam me partitë e reja, por e kam me Edi Ramën. Dhe ky nuk qëndron si argument nëse në një debat politik përballen idet. Pra ti nëse si subjekt politik i qëndron ideve të tuaja që i bindur se janë ato të duhura sa i përket le të themi shoqërisë shqiptare, ti edhe për t'i evidentuar edhe për t'i shpjeguar më mirë ato, vihesh përballë një kundërshtari politik le të themi dhe kështu t'jepet mundësia për ta shpjeguar edhe dallimin, por edhe si thua argumentin e ides. Nuk është thjesht çështja që nëse ne të dy kundërshtarë politik jemi në një debat politik, detyrimisht do shajmë njëri tjetrin apo do hedhim balt kundrejt njëri tjetrit. Ne mund të ulemi përballë, ky është modeli i ri apo jo, dhe diskutojmë idet dhe debatojmë se me ç'gjëra bijem dakord dhe ç'gjëra na dallojnë. Dhe në fund ditës i krijojmë mundësinë elektoratit që të na gjykojë më mirë. Ndërkohë që qasja që unë s'dal në debat me këta është një qasje thjesht që ti bësh bishti me thënë qëndrimeve tua politike në fund ditës. Ta marr një shembull pozitiv, fill mbas debatit të Blendi Fevziut, organizoi debat mes drejtuesve të partive të reja politike Arian Çani. Dhe Arian Çani është treguar vërtet gazetar shumë i zoti, sepse tha, ne do bëjmë debat, po që mos bëhet këtu si gjell qenësh që të flasin 4-5 vet pa radhë kështu me radhë. Këtu tha jemi minutazh, do flasësh me radhë, pyetjet i bëj unë, mbaroj minuta, mbaroj sekonda, ti mbaron fjalën. Në fakt edhe në debatet në vendet e përparuara kështu ndodh. Është me minutazh, bëhet një pyetje që mos fillohet aty pastaj të zhveshë shpatat edhe flasin 5 veta dhe të fitojë që bërtet më shumë. Debati racional me argumente dhe ka qenë një nga emisionet më të klikuara në YouTube dhe më të mirë komentuara në YouTube. Mirë po me sa duket, nuk u pëlqen atyre që marrin pjesë në këto debate, tjerëve nuk u pëlqen ky format. Sepse ky format është një format ku spikat argumenti, ku spikat përgatitja, programi, idet. Nuk zë vend ti biesh gjoksit u lërish edhe të bësh ku emfaza të çuditshme. Ky duhet të jetë modeli i debateve politike në Shqipëri. Mirë, po fatkeqësisht, ky model që u ushtrua një herë disa muaj para zgjedhjeve, nuk u përsërit në fushat. Të gjithë donin të flisnin vetëm me vete. Pra, të drejtohesh një qytetare praktikisht duke folur me vete. Dhe ky është problemi i madh për demokracinë në Shqipëri. Tani me që të kam këtu dhe ti je inxhinier në ndërtime profesion, unë dua të shfrytëzoj rastin që të pyes pak edhe për ndërtimet në Tiranë. Për fakti që po ndërtohet jashtëzakonisht shumë, ndërtohen kullat, ndërtohen pallate të mëdha, kudo prishin shtëpitë vjetra tradicionale, zaptohen hapësira publike, parqe, edhe gjithçka tjetër. Madje në një reportazh të Media Citizen dilte që në 4-5 vitet e ardhshme në Tiranë do ndërtohen rreth 140 kulla ose ndërtesa të larta, do të thënë mbi 12 kate, që është shumë për një qytet si Tirana. Madje Edi Rama krenohet se do të sjelli arkitektet, pra arkitekt me famë botërore për të bërë eksperimente në Shqipëri, sepse Shqipëria, na thot Edi Rama, prodhon arkitekturë më të mirë se gjithë Evropa bashkë. Tani unë kujtohet një thënie Churchilli që thoshte për Ballkanin, që Ballkani prodhon një histori më shumë se çka këllqe për të bërë. Pra fakti që në Tiranë bëhet çdo lloj eksperimenti me arkitekturën dhe me jetën e qytetit nuk është vetëmos një lajm i mirë. Gjithsesi, ti je ekspert i kësaj pune, na thuaj diçka më shumë. Po pra, ajo që duhet kuptojmë në radhë parë është që si thua arkitektët si fundja çdo profesion tjetër funksionojnë brenda një tregu dhe aty ku le të themi ka dorë të lirë për të bërë çfarë të duash ti, atëherë sigurisht që duke qenë firma private, atëherë funksionojnë në këtë mënyrë, po edhe sikur donim të ndërtonim centrale bërthamore, atëherë do gje dikë privat që bën këtë si punë, do ndërtoheshin centrale bërthamore. Nuk është çështja, nuk është aftësi që të tërheqësh arkitektët. Arkitektët punë duan, privat janë, edhe vinë dhe punojnë. Pavarësisht se kjo shitet si diçka e tillë. Tani pse nuk gjejnë terren kaq të lirë në vendet e tyre, për shembull në Hollandë, në Gjermani, ande nga janë? Pikërisht sepse nëpër këto vende ka plane urbanistike, të cilat sanksionojnë se çfarë ndërtesash do bëhen, ku do bëhen, çfarë kostoj dhe çfarë përfitimi fundja ka investitori për të ndërtuar këto si ndërtesa pra. Dhe në vendin ton, për hir të së vërtetës, është abuzuar historikisht, le të themi, që pas viteve 90 e themi, mungesa e një plani të mirëfillt urbanistik ose zbatimi i tij të paktën
ka bërë që të ndërtohet kështu shkelje shkolle, të bëhet kjo masakra urbane në të cilën jetojmë. Megjithatë, siç e kemi dhe studiuar më parë, domethënë ka qenë pikërisht me si thua këtë fazën e kanabizimit të vendit, pra viti 2016, që lejet e ndërtimit, sidomos në Tiranë, pra kanë pasur kështu një rritje eksponenciale, si më thënë, numri i lejeve të ndërtimit ose metra katror që jepeshin për ndërtim, pikërisht me paratë e pista të krimit që shfrytëzoheshin nëpërmjet sektorit imobiliar të ndërtimit, pra për tu pastruar me pak fjalë. Kështu që në thelb fakti që kemi kaluar nga arkitekt vendas në arkitekt të huaj nuk është se bën ndonjë dallim me këtë skem. Për hir të së vërtetës bën një dallim, se cili është dallimi sipas, le të themi, këtyre që përflitet tashmë në tregun imobiliar shqiptar. Për çdo që do të investoj, le të themi, në mënyrë serioze për të ndërtuar një kull, le të themi, mënyra se si funksionon tashmë është që të marr lejen një kusht, le të themi, jo fort zyrtar, por i pashpallur, i kryeministit Rama, se është pikërisht ai që i jep të gjitha lejet, pra, sidomos për të ndërtuar kull është ai që i jep lejet dhe asnjë tjetër. Në Shqipëri është që i thotë, shiko, që ta marrësh lejen do vesh dhe projektin e kullës do ta bësh me filan firmë holandeze. I vë gishtin ai ose filan firmë italiane. Ato që ka marrëdhënie dhe lidhje ai. Dhe projekti për ta ndërtuar atë kull mund të shkojë nga 200.000 deri në 1 milion euro. Pra shumë kështu stratosferike. Pra është një mënyrë pikërisht për të ricikluar këto parat edhe nëpërmjet firmave prestigjioze arkitekturore, që ti vetë paguan një çmim maramendës për një projekt që shumë kollaj më ta bënte dikush tjetër për 10 herë më pak se sa është çmimi që bëhet, dhe pra pikërisht për të dhënë një leje shtesë, sepse ai që është investitori i ka para që ka tashmë jo nga kanabizia, por nga kokaina dhe nga heroina, dhe rrjedhimisht nuk është se funksionon me një logjik tregu, pra që thotë që unë investoj kaq, po sa kohë do më duhen për të shitur dhe çfarë fitimi do nxjerr. Pavarësisht se aty fitim ka, por në fund ditës ajo që duhet theksuar në Shqipëri është që nuk ekziston tamam logjika e tregut në tregun e ndërtimeve, pra. Kjo është e vërtetë, sepse kemi raporte të institucioneve ndërkombëtare, kemi raporte gazdareske që na thonë se në Shqipëri pastrohen parat krimit organizuar nëpërmjet sektorit ndërtimit. Nga ana tjetër, ndërtohen kulla kudo, në vende ku ty nuk ta pret mendja, ngjitur me shkollat. Po ndërtohet ngjitur me shkollën Emin Duraku, ndërtohet ngjitur me shkollën një kull tjetër, ngjitur me shkollën Një Maj. Pra tashmë kur mbaron hapësira, ti do duhet ta krijosh hapësirën. Pra do krijosh hapësirën duke zënë ato vende që konsiderohen të pazëshme. Diku një oborr shkolle, diku muri një ndërtese, diku do prishish një shtëpi të vjetër, do fillojnë të rënojnë pallatet e vjetra të kohës socializmit. 3 kaçe, 4 kaçe, pastaj 5 kaçe, duke u dhënë banorëve vetëm një apartament në këmbim, dhe duke mos i konsideruar pronar të truallit poshtë, që të marrin më shumë në vlerë monetare ose në natyrë. Pra, do të krijohet hapësira me do e mos për të ndërtuar pa pas as edhe një lloj funksioni ekonomik, për të bërë të mundur thjesht pastrim e parave. Ne i shohim kullat, ato që janë mbaruar, shiko sa pak prej tyre janë të ndriçuara. Kaloi një ditë nga stadiumi Air Albania. Ka një hotel kull aty të ngjitur, po numërove më shumë se 5-6 drita të ndezura në hotel. Atëherë, çfarë bëhet? Për nuk është se ka një funksion ekonomik, për nuk është se këtu po bëhet nami me jetë ekonomike aktive ku vinë firma financiare, industriale, ku diun çfarë, për të operuar në Shqipëri. Jo, thjesht janë mënyra të pastrimit paras. Argumenti që ka përmendur shpesh edhe Edi Rama, po para ti edhe Erion Veliaj kur ishte kryetar Bashkia e Tiranës, është që ju duhet të jeni të lumtur sepse vlera e shtëpisë tuaj, apartamentit tuaj tashmë është rritur. Dhe në fakt ky është një debat që është shtruar edhe në Evropë ose në botë, domethënë fakti që çfarë shkakton rritja e apartamenteve ose sektorit imobiliar në botë. Pra, kur të ke një pabarazi të madhe ekonomike, si thua, fakti që rritet çmimi i apartamenteve nuk kupton që praktikisht ata që kanë pushtetin e paras investojnë në asete që quhen, pra, jo kryesisht apartamente, le të themi. Dhe kjo bën që të rritet çmimi. Ama për dikë që jeton në apartament, dhe nuk e ka thjesht për të bërë biznes me të,
Detyrimisht që në qoftë se familja që jeton në apartament zgjedh që ta shes apartamentin, fiton disa të ardhura shtesë dhe le të themi mund të shpenzoj për të, le të themi, moshën e pensionit. Po problemi është që brezi pasardhës, fëmijët e tyre, si më thënë, e kanë praktikisht të pamundur të blejnë një shtëpi në atë zonë që po, le të themi, i rriten çmimet në mënyrë stratosferike dhe është një mënyrë për t'i përjashtuar klasën e mesme, le të themi, nga qendrat urbane me çmime stratosferike. Shko, shtëpia nuk është mall i thjesht. Shtëpia është habitat, siç është habitati për kafshën, që po e nxorë jashtë habitatit të vet, vdes. Qoftë njeriu nuk është në shtëpinë e vet, tani jo detyrimisht vdes, por ka një jetë më fal të ndërpresh. Është si të thuash që rritet çmimi i ujit. Tani, ai që e pi ujin thjesht për të mbijetuar është një gjë, kurse ai që ka monopol ujin dhe bën tregtime të përfiton sigurisht, por ne të gjithë që e pim e konsumojmë. Pra që njeriu shtëpinë e ka habitat edhe më shumë se habitat. E ka vendi ku ka projektuar veten, nga dekorimi i mureve te libra tek orenditë dhe gjithçka tjetër. Njerëzit e shesin shtëpinë kur kanë një shtëpi vetëm kanë një hall të madh. Vetëm kanë një hall të madh, rast smundje ose rast emigrimi. Ose emigrim, po. Apo jo, nuk ka njeri që shet shtëpinë e vet për biznes. Sepse edhe po e shitë shtëpinë që ke, shtëpinë tjetër ju ta blesh prap shtrenjtë do jetë. Pa nuk biles shtëpia tjetër duke u rritur çmimet muaj pas muaj, i bie që ta blesh më shtrenjtë se po ti edhe e ti në cilësi të në vend, ta blesh më shtrenjtë se një vend tjetër me cilësi më të ulët. Pikërisht. Pra, njeriu që ka një shtëpi që është shumica dërmuese e popullsisë, rritja e çmimit të shtëpisë nuk do thotë asgjë. Përkundër lajm i keq, sepse fëmijët e tij nuk do kenë mundësinë të blejnë shtëpi nesër. Sepse shtëpi nuk mund ndahet në 2 familje, pastaj në 4 familje, brez mbas brezi. Mund të jetë lajm i mirë për ata që kanë më shumë se një shtëpi. 2, 3, 5, 15, ata po, sepse ata e shohin shtëpinë si mall, sa më shumë shtëpi të kesh, aq më shumë shtëpia është mall. Mirë po, qytetarët në masë nuk janë as spekulant, as agent mobiliar, as bëjnë tregtime shtëpinë e tyre. Janë njerëz që duan të jetojnë përmes një pune dhe për këtë rritja e çmimit të shtëpisë nuk është lajm i mirë siç e shet Erion Veliaj dhe Edi Rama. Tani ato që po thoje ti pak më herët, mua më bëri përshtypje diçka tjetër. Ti the që në një demokraci me rregulla nuk eksperimentohet, nuk bëhet batërdi urbane, nuk transformohet qyteti sikur nuk ka histori, edhe nuk prishen parqe apo hapësira publike. Ama ka 2 raste ku kjo gjë është bërë. Do po t'i marr. Një rast është bërë realisht, një rast tjetër ka ngelur tentativë. Rasti i parë Dubai, monarki feudale. Qyteti ndërtuar shkretir në hiç. Sigurisht, në momentin që qyteti ndërtohet shkretir, ti mund bësh gjithçka. Pse është eksperiment. Dikur ka pasur një batut për treguar gjëra utopike ose gjëra të dëmshme në parealizueshmërinë e tyre, thuaj të ndërtosh katedrale në shkretir. Sepse katedrale nuk kuptohet të ketë një qytet vërdall. Mirë, po këta kanë arritur të ndërtojnë një qytet shkretir me ndërtesa të larta. Tani ta trajtosh Tiranën si Dubai, e para, duhet ta mendosh veten si emira, çfarë ata Dubai, monarki feudale, e dyta ta konsiderosh Tiranën shkretir. Pra, një qytet që s'ka as histori, nuk ka as njerëz, po një qytet ku godinat u paraprin njerëzve dhe historisë. Në fakt Tirana është e kundërta. Është një qytet qindra vjeçar dhe ka qindra mijëra banor që kanë historinë e tyre këtu. Rasti i dytë që është edhe më i rënd, por nuk arrit të realizohej, ka qenë Berlini në kohën e Gjermanisë naziste. Adolf Hitleri ka ngarkuar Albert Speerin, arkitektin e Reichut III, që të shkatronte komplet Berlinin dhe ndërtonte një kryeqytet të ri të Reichut gjerman, do e quaj Germania. Germania do ishte kryeqendra e perandorisë naziste, që do shtrihej nga Uralet e tutje deri në gjithë Evropën. Edhe kjo Germania do ndërtohej mbi Berlinin aktual, do shkatroheshin sa e sa pallate, ndërtesa, shtëpi, rrugë, do ndërtoheshin godinat mëdha sipas modelit greko-romak, godina publike madhështore. Edhe një herë, është çmenduria e një nazisti si Adolf Hitleri. Pra Edi Rama është midis monarko-feudalëve të Dubait edhe Adolf Hitleri, këto janë modelet e tij. Ta trajtosh qytetin sikur s'ka histori, sikur nuk ka njerëz, janë vetëm idetë tua të krisura dhe interesat ekonomike financiare të atij vet, si politikan i korruptuar, i njerëzve rreth rrotulltit dhe i oligarkëve. Pra një ndërthurje e bëjmë leksin Dubai me çmenduri naziste. Ja ku e kemi. Nazisto Dubaisit tan që na qeverisin vendin. Edhe kanë edhe kështu plane afatgjata, do shkojmë në Bashkimin Evropian 2030, do bëhemi qendra e botës. Pe ke vënë Edi Ramës që do të bëhet
protagonist në çdo mbledhje ndërkombëtare, ka qef të jetë më interesanti aty, ka qef të rreqi vëmendjen, bëhet gastor, të bëj batuta, të ketë gjithë shok, të shkojnë ta përqafojnë këta të majmunoset mbas Trumpit, me gjasa ja bën çik me sy apo i jep dorën, ose pyet ai njëri kush është ky çuri që tregon Barsaleta kështu, vetëm se Trumpi ka një problem, se Trumpi është vetë performues, themi kështu. Në takime ndërkombëtare është vështirë t'ja marrësh atij, ama gjithë të tjerët i ka bërë shok. Dhe ideja e fundit, me që jemi ideja e fundit diskutuam pak më herët, ky udhëheqës vizionar ka bërë një gjë shumë serioze, ka themeluar një shkollë. Shkollën e partisë vet, shkollën politike, ku intelektual të shquar si Edi Rama, Pandeli Majko, Niko Peleshi me shok, do t'u japin mësim deputetëve të keqshquar apo të pashquar, si ku diun Tërmet Peçi, Zengjineja, ku diun çan këta të tjerët. Deputeti i ri Blendi Gonxhe, ky ministri i brendshëm që prap se ka në mendje. Jo, është tragjikomike edhe për faktin se si thush edhe vetë ministri i arsimit, ju nuk e din nëse do japi mësim aty ose jo, me një fjalë është kemi denoncuar para shumë vitesh që ka plagjatur temën e vetë të doktoraturës, edhe shumë kusht tjetër nga këta që mund konsiderohen si le të themi vizionarët e teorisë politike në Partinë Socialiste. Domethënë është katandizur Partia Socialiste, që ndoshta dikur kishte edhe mendje që njihni realisht politikën si po të them ku diun ndoshta Servet Pollumbia, ndoshta edhe vet Fatosnano kishte një farë përgatitje politike, tani jep mësim pra Niko Peleshi me Manastir Lion. E bukur është u jep mësim disave që e kanë lënë shkollën që në klasë parë. Gjysma e deputetëve të Partisë Socialiste u ka përshtypje s'kan bërë shkollë realisht që nga fillorja. Dhe do rrin aty derzin se u duhet shumë shkolla mungesa, atyre, duke luajtur me celularin, duke hedhur romuze me njëri tjetrin. Ama unë dua të marr tani një shembull pozitiv. Tjerët nuk e din, ti sigurisht e di, po do e them publikisht, se si një njeri që do të di më shumë, përpiqet të di më shumë dhe arrin të di më shumë. Shembullim këtë rasti ti, çfarë ke bërë ti, ta marrë vesh dhe publiku, 10 vite më parë. Të nderuar teleshikues tanët, shoku ynë dhe deputeti i Lëvizjes Bashkë, Kreti Muqja, sot kohë pedagog i ri i Fakultetit Gjergji Miniera, shpenzonte një pjesë kosti, ndiqte leksionet në Fakultetin e Shkencave Sociale. Pra nga kurioziteti për të ditur më shumë, vinte në leksionet e shumë pedagogëve të shkencës politike dhe shkencave sociale në përgjithësi, me libër, me fletore për të ditur më shumë. Kjo është mënyra se si një njeri që do të di, shkon e di. Pra, thua, do ndjek një kurs universitar, pra nëse ç'të themun, Tërmet Peçi apo Zengjineja e Fierit, duan vërtet të dinë më shumë politikisht, gjen emrin një kursi që thot, ku diun, hyrje në Bashkimin Evropian, e jep Universiteti i Tiranës apo universitet privat, shkon regjistrohesh aty si dëgjues edhe mëson. Kështu mësohet kur nuk je aty profesioni, pra je inxhinier, je arkitekt, je ku diun, agronom, je ekonomist, të duhen njohuri nga një fushë tjetër. Shkon dhe ndjek leksione, siç bëhet në vende të tjera të botës. Unë kam pas një përvojë shumë shkurtër në SBA, ndiqja ca leksione ja një vit në vitin 2005 si pedagog i ri për të fituar përvojë dhe më bënte shumë përshtypje që në auditor rreshti i parë ishte plot me njerëz të moshuar. Që vinin ndiqnin leksionet e filan profesori, shkencës politike ose të historisë. Studentët ishin më pas, pra 10-15 ishin popull, njerëz që kishin kuriozitet, që s'kishin pas mundësi të arsimojnë, s'kishin ndjekur dot degën e tyre, në pension shkonin dhe ndiqnin leksionet. Ky është modeli i njerëzve që duan të dinë vërtet. Këta mjeshtra tan sigurisht që nuk kanë kohë, se edhe të vjedhësh atë mësosh të bëhet. Do ja kaloj mirë me ta në kuvend, kështu që do të përgatitem. Shumë si ti, megjithëse s'ta kam zilim fare punën. Mirë. Unë them ta lëm, se si thotë edhe Hyrë Rakipi çka kishim për të thënë tham. Kështu që ne prapse do ta vazhdojmë këtë podcast gjatë gjithë verës. Ndoshta në një javë edhe mund të mungojmë, por do mundohemi edhe analiza politike me njëri tjetrin, edhe të kemi të ftuar intelektual, studiues të fushave ndryshe në mënyrë që t'japim një model tjetër se si komunikohet me publikun. Jo vetëm si parti politike, po edhe si një lloj, le ta quajmë kështu, media artizanale, siç mund të jetë podcasti. Mirë pra, Shifem mirë. Faleminderit Redi, faleminderit dhe ju që na ndoqët.